Të dashur mysafir nga shumon të trevave shqiptare, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale, të nderuar bashkëfshatarë, mësues, nxënës, veteran të arsimit, Baso Bajram, Berat Luzha, Bekim Azizi, kryesues i kuvendit, Gjergjeti, kryetari i Degës, Gjergjet Adinit, shoqëror së familjeve dëshmorëve, Ulusi Beqiri, kryetari i shoqërisë Lëvizja për Maqedoninë Shqiptare, drejtori për kulturën dhe sport, Valdren Sahiti, Zaves Ministri i Arsimit, Arsim Ademi, drejtori i shkollës mesme profesionale, Aliu, Ilir, Sar Gjergji, Ismet Janunzi Krosi, Gapi, Gjevati, Mirvan, Bashkim, Besnik, gjithë ju që keni ardhur sot dhe na keni nderuar me pranimin tuaj, ju falenderoj shumë. Një qershori ditë e shkollës shqipe dhe kujtesës kulturore historike në Vërban. Më një qershor 1943 në fshatin Vërban hap shkolla e parë shqipe një ngjarje me rëndësi të jashtëzakonshme historike, arsimore dhe kombëtare për banorët e këtij fshati dhe për gjithë trevën e Moravës së Epër. Hapja e kësaj shkolle përbënte jo vetëm fillimin e arsimit në gjuhën anëtare, por edhe një akt të madh të dijes dhe qëndresës kombëtare në një kohë kur populli shqiptar kishte kaluar dekada të tëra në shtypjen, mohimet dhe ndalimin e shkollimit në gjuhën e tyre anëtare. Themelues dhe mësues i parë i kësaj shkolle ishte patrioti dhe arsimdashësi jetisht Bislimi Vishi, emri të cilit lidhet përgjithmonë me historinë e arsimit shqip në Vërban dhe Mëngjerë. Sot, pas më shumë se 8 dekadash, kjo datë historike meriton të zërë vendin që i takon në kujtesën kolektive të fshatit dhe të komunitetit tonë. Prandaj organizimi i Akademisë Kulturore për shërimin e përjetorit të shkollës së parë shqipe në Vërban nuk është vetëm një aktivitet përkujtimor, por një nderim ndaj sakrificës së brezave që punuan për dritën e dijes dhe për ruajtjen e identitetit kombëtar shqiptar. Synimi që një qershori të shndrohet në një manifestim tradicional, kulturor e shkencor të Vërbanit është një ide me vlerë të madhe qytetare dhe kombëtare. Kjo ditë mund dhe duhet të bëhet një pikë takimi njerëzve të dijes, kulturës dhe vullnetit të mirë, ku përmes akademive, tyrezave shkencore dhe veprimtarive kulturore të trajtohen tema që lidhen me historinë, traditat dhe trashëgiminë shpirtërore të fshatit tonë e të rajonit. Në kuadër të këtyre veprimtarive mund të trajtohen tema të ndryshme si historia e arsimit shqip në Ana Moravë, jeta dhe veprimtaria e mësuesve dhe patriotëve të kësaj treve, traditat dhe zakonet popullore, folklori, këngët dhe vallat burimore, e folura dhe pasuria gjuhësore e rajonit, kujtesa historike e fshatit dhe e familjeve të tij, trashëgimia kulturore dhe shpirtërore e rajonit tonë e tjera. Një manifestim i tillë do të kishte rëndësi të shumëfisht, do të ruante kujtesën historike, do të forconte identitetin kulturor të brezave të rinj dhe do ta kthente Vërbanin në një qendër simbolike të dijes, kulturës dhe traditës në këtë pjesë të Kosovës, dhe kjo besoj që do të duhet të ishte edhe për fshatra tjera një shembull i mirë që çdo fshat ta ringjall jetën kulturore që gati në fshatrat tona është shumë. Popull që ruajnë kujtesën e tyre historike dhe kulturore janë popull që dinë të ndërtojnë të armën. Prandaj një qershori duhet të mbetet jo vetëm ditë e shkollës shqipe në Vërban, por edhe ditë e kulturës, e kujtesës dhe identitetit tonë kombëtar. Ju falenderoj. Sot me ne këtu janë disa polës, kombëtues që kanë përgatitur kombëtesa për shkollën e parë në Vërban dhe për personalitetet tjera të këtij fshati. Me ne është edhe zënës ministri i arsimit, Arsim Ademit, të cilit ja kaloj fjalën për një përshëndetje.
Faleminderit, përshëndetje për të veçanti për panelistët e kësaj akademie, po për gjithë bashkëvendasit tonë, nxënësit e mësuesit jetësh, që janë përshëndetur, studius, edhe fusha përshëndetur për veçanti punës edhe venditarisë adetare mësuesit jetësh besnimi apo jetësh vishqi, siç edhe njërë. Unë nëse më jepësh një fjalë rreth vëzhgimtarisë mësuesit jetësh, mendoj që ajo do të studiohet dhe mëtohet në dy fusha kryesore, me që dyja e fushave kryesore, fusha edukative arsimore, ajo që është e rëndësishme të pas parasysh shkollën e hapjes shkollës varësite në Balkan, po dhe shkolla tjera ku mësuesit jetësh ishte mësuesit bakë, për arsye se e dim që shkolla e alfabetismit dhe ishte shkëllar, kërko që të vjërë shkëllia e mësimit për të si, jo vetëm në shqipë, për në gjuhën sërbër në atë ka qenë shumë e orë, edhe më në që ka banë dhe matë rëndësishme rolin e punës të. Aspekti tjetër është ajë kombëtar. Vetë hapja e shkollës në gjuhën shqipe të regon edhe për vizionin e mësuesit jetësh, posibërisht që nuk ishte vetme, përveç se ai hapja shkollën në gjuhën shqipe dhe ishte kryetar për shumë fshatra, për shumë rrethët për hapjen e shkollave shqipe, ai normalisht pas edhe një tani tjetër jashtë shkollore, jashtë edukativit, ajo që kishte në organizatën Lidhje Nacionale Demokratike Shqiptare, përmes cilës ai kontriboi në fushën e antaritarisë apo rreth qëllimit vend, pavarësisht të rrethonave në fund ose përfundimit pas luftës së botërore. Dihet që për tja ishte edhe i dënuar, prandaj mendoj që studiuesit për mësuesit do të orientohen këto dy fusha të studimit, në aspektin e devarësimor dhe aspektin kombëtar. Unë i falenderoj gjithëve që jeni prezent këtu, sigurisht falenderoj edhe organizatorët për se ti pas në gjëvatë për këtë ide për pasën e akademik tim, edhe uroj përmimet në bara akademisë. Falenderoj shumë. Një fjallë për shëndesit, një minutë e ka dhe Valmiri, i cili ka kontribu për organizimin e këti manifestimit të kësaj akademie. Faleminderit shumë ndërruan pranishëm, ndërruan kryesuesi i Kuvendit Komunal, ndërruan kryetari i Zgjedhjes Arsimantimi, kryetari i Mundës Jaminat Gjini, shumë ndërruan pranishëm, dashamirëtarët të kulturës, profesor, panelist, knaqësi që kemi sot bashkë kryetari i familjes dëshmorëve me respekt, kryetari i shoqëratit për kurso politik, knaqësi që kemi sot pranishëm në këtë moment të rëndësishëm e veçantë përmes cilës kujtoj shkollën e poshtë shqipe në Vërban e përmesoj edhe figurën e mësuesit jetësit. Pas një dyqim, shkollat e pora shqipe janë identiteti kulturore shpirtëror, jo vetëm shkolla e poshtë shqipe në Vërban, por gjitha shkollat në gjithë konën e vitis, përmes tyre janë vendosur votat e pora të arsimit shqip, e që më vonë kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme edhe për ngritjen e identitetit dhe vetdijes kombëtare, përmes cilave me pastaj kanë vazhduar edhe lëvizjet edhe përgjëri deri tek lufta për shqipen. Prandaj unë dua ta përgëzoj organizatorët e kësaj akademi kulturore, t'i përgëzoj panelistët për kumtesat e tyre dhe t'ju uroj punë të mbarë kësaj akademi kulturore dhe natyrisht një popull që kujton të kaluarën, që kujton bazat e arsimit shqip, pa dyshim që ka edhe predispozita të fuqishme për të pasur një të ardhme të ndritur. Faleminderit, shëndet, suksese. Zakonisht fillohet nga i pari, por kësaj radhe me mirë kuptimin tuaj, më lejoni që ta fillojmë nga fundi, sepse labi që nga i ftuar në një takim në orën 6 kur duhet jetë, prandaj po e fillojmë me te në kumtesën e ty. Jo, përveç e kam kumtesën ka, edhe zgjatëm shumë pasaj, që se nuk e lexoj. Desha të kërkoj falje sepse e kam pranu fillimisht që të jemi pranishëm këtë tryezë, mirë po për gjatë këtij vikendi e kam vendosur për me bënë të bimin
për vitin gjinonin edhe Kamenicën në gjinan pra nora në 6. Kështu që vetë se jam me vonesë, po do të mundohem të jem sa më i shkurt edhe sa më i shpejt. Për këtë arsye edhe do mundohem të lexoj se pa ta parapo për me diskutu, po i ble ma shkurt. Pra, kumtesa ime këtë bëj me figurën Jetësh Vishit dhe jam mundu që me dhonë një orientim nga një perspektivë socio-historike. Nderuar pranishëm, ju përshëndes të gjithëve këto dhe si që thash do të mundohem të jem sa më i lehtë për audiencën me qëllim që të më kuptoni sa më drejt. Qëllimi im sot nuk është përshkrua historinë e shkollës shqipe në Vrban dhe as të trajtoj biografinë e themeluesit të saj Jetësh Vishit. Për këtë është bërë një punë e mirë gjatë viteve të fundit, ndonse ende mbetet shumë për të zbuluar e për të kuptuar. Sot dua të propozoj disa shtigje të reja të ulumtimit dhe analizës për konferencat e ardhshme që lidhen me shkollën shqipe dhe mësuesin e saj të parë. Mendoj se dal nga dal duhet të heqim dorë nga përshkrimi klasik i ngjarjeve historike. Jo sepse ai është i pavlefshëm, por sepse nuk është i mjaftueshëm. Duhet të dalim nga shtigjet e shkelura dhe të krijojmë shtigje të reja, duhet të ndrojmë perspektivë. Historia nuk duhet të kufizohet vetëm në rrëfimin e asaj që ka ndodhur. Ajo duhet të përpiqet të kuptojë pse ka ndodhur, cilat kanë qenë kushtet që e kanë bërë të mundur dhe cilat procese kanë vepruar në prapaskenë përpara se një ngjarje të bëjë e dukshme. Pikërisht këtu nuk na ndihmon perspektiva socio-historike. Ajo nuk mjaftohet me evidentimin e ngjarjes, ajo kërkon të kuptojë strukturat, vlerat, përvojat, marrëdhëniet dhe kushtet që qëndrojnë pas saj. Prandaj, kur mendoj për Jetësh Vishin, mua nuk më lind fillimisht pyetja se çfarë bëri ai. Këtu në mos të madhe tashmë e dim. Pyetja që më lind është tjetër. Si u bë Jetësh Vishi ai çështje? Pse pikërisht ai? Pse pikërisht në Vrban? Pse jo dikush tjetër dhe pse jo diku tjetër? Duhet të kenë ekzistuar predispozita caktuara që e kanë paraprirë formimin e një personaliteti të tillë dhe lindjes së ngjarjeve që lidhen me të. Sepse njerëzit e mëdhenj në fundit nuk dalin nga hiçi. Ata lindin brenda një bote të caktuar vlerash, simbolikash, përvojash, sakrificash dhe oportunitetesh apo mundësish. Edhe Jetësh Vishi duhet parë në këtë dritë. Për ta zhvilluar këtë analizë, propozoj 6 koncepte orientuese. Në 1 deri, në 2 lufta dhe me luftën e lidhje edhe gjokun, do ta sqaroj më vonë, në 3 puna, në 4 prona që lidhet edhe me pasurinë, në 5 bota dhe që lidhet me përvojën që kemi në botë, me botën, dhe në 6 shkolla apo shkollimi dhe njohje. Le të fillojmë me të parën, pra me nderin. Për ta kuptuar Jetësh Vishin, ndoshta duhet të rikthehemi tek një ngjarje familjare të cilën e njohim të gjithë, por që rrallë herë është analizuar në vetvete dhe në ndikimin e saj mbi formimin e strukturës psikosociale të familjes tonë. Është një ngjarje që na paraqitet si miti zanafillës së familjes tonë, një rrëfim i treguar dhe i stërtreguar brez pas brezi, të cilin me siguri e kishte dëgjuar edhe Jetësh Vishi që në moshë të vogël. Bëhet fjalë për vrasjen e 2 kaçakëve në malet e Surrojit, nga i riu Dervish, pra është gjyshi i Jetishit. Kjo ngjarje zakonisht është rrëfyer si histori dhimbjeje, vuajtje dhe krenarie, por kur si histori turpi. Pse? Sepse Dervishi ishte vënë përballë një situate ku në pyetje nuk ishte vetëm pasuria e tij, por ishte nderi i tij. Ai kishte para vetes 3 mundësi. Një, të dorëzonte lopën, s'po kthehem te ngjarja sepse dikush do shto pastaj e tregon ose e dini. Në 2 t'i vreste të 2 kaçakët, ose në 3 të hezitonte ndërmjet këtyre 2 zgjedhjeve. Dorëzimi i lopës nënkuptonte dorëzimin e nderit. Dorëzimi i nderit nënkuptonte dorëzimin e vullnetit të lirë, dorëzimin e të drejtës për të jetuar si njeri i papërkulur dhe i panashtruar.
Vrasja e 2 kaçakëve do ta çonte pra drejt për drejt në humbje të pasurisë, sepse futej në bela dhe nuk mund të qëndronte më aty. Hezitimi në fakt mund ta çonte drejt humbjes së të dyjave. Përballë të njëjtës situatë mund të ishte kushdo, por jo të gjithë do të bënin të njëjtën zgjedhje. Dervishi vendosi të ruajnë derin dhe me çmimin e humbjes së pasurisë, pra e pagoi, ai pranoi dhimbjen, pranoi vuajtjen dhe pranoi largimin nga trulli i vet. Situata nuk e kishte zgjedhur në fakt Dervishi, por ishte zgjedhja e tij mënyra se si do t'i përgjigjej asaj. Dhe pikërisht këtu qëndron forca simbolike e këtij rrëfimi. Ky tregim u bë një lejtmotiv psikosocial brenda familjes tonë. Ai nuk ishte transmetuar as me mburrje, as me turp, ai është transmetuar si një mësim për momente kur jeta e vendos njeriu përballë zgjedhjeve të vështira. Prandaj mendoj se duhet të studiohet më thellë mënyra se si ky rrëfim, pra, ndikoi në formimin e jetës vishit dhe të brezave që erdhën pas tij. Tek lufta, pra tek pika e dytë, nëse nderi ishte pozicioni i panegociueshëm i familjes, atëherë duhet të pyesim nëse pikërisht ky nocion përbënte edhe premisën nga e cila lindi vetdia kombëtare. Nëse pushka ishte përdorur dhe gjaku ishte dedhur për mbrojtjen e nderit individual, atëherë shtrohet pyetja, a ishte ky parakushti që pushka të përdorej dhe gjaku të derdhej edhe për kauza më të mëdha kombëtare? Kjo pyetje bëhet edhe më e rëndësishme kur kujtojmë se Saliu, pra i biri i Dervishit dhe babai i Jetishit, ishte involvuar në lëvizjen çlirimtare të kohës, pra që është lidhja shqiptare e Prizrenit, dhe më vonë ai bashkë me bashkëfshatarë të tjerë i kundërshtoi në orë në dorë forcat serbe në Ferizaj. Kjo tregon se nocionet e nderit, të sakrificës dhe rezistancës nuk mbetën brenda mureve të familjes, por u zgjeruan drejt një horizonti më të gjatë kombëtar. Prandaj edhe këtu duhet të analizojmë se si nderi dhe pushka u shndruan në traditë familjare dhe si kjo traditë ndikoi në formimin e Jetishit. Tek puna, një nga elementet më interesante është fakti se largimi nga surroji, familja pra kishte mbetur pothuajse pa prunë. Në këtë rrethona, elementi kryesor i mbijetesës ishte puna. Kjo shndroi punën nga një nevojë ekonomike në një vlerë morale. Një familje që kishte filluar rrëfimin e saj me nderin dhe sakrificën nuk mund ta vazhdonte atë mbi hajnien, mashtrimin apo arbutërinë. Nderi të çonte domosdoshmërisht tek puna dhe puna të kthente domosdoshmërisht përsëri tek nderi. Edhe këtu kemi një figurë simbolike, është ajo e Azemit, pra xhaxhait të Jetishit. Në kujtesën familjare ai shfaqet si mishrimi i punës, disiplinës dhe përkushtimit. Në një epokë tjetër, kam fjalën për antikitet, ndoshta do të ishte quajtur perëndi e punës. Ashtu shpaku na i kanë rrëfy gjenerat pas me gjenerate. Kur e shohim më vonë Jetishvishin, vrem të njëjtin raport me kohën dhe angazhimin. Ai nuk jetonte pa rend, ai nuk punonte pa disiplinë, koha e tij ishte organizuar dhe protokolluar. Pra, dita e tij ndahej dhe llogaritej me orë me minuta, çka e thekson edhe më tej se ishte një njeri i kohës bashkëkohore. Kjo vështirë se mund të jetë rastësi. Prandaj edhe dikimi i këtij rrëfimi familjar mbi etikën e punës së Jetishit meriton një ulëmtim të veçantë tek ai që ishte simboli i saj, pra Azemi. Tek pika tjetër, që është prona, dhe që lidhet pra me pasurinë, nëse shohim Jetishvishin nga perspektiva ekonomike, kuptojmë se veprimtaria e tij nuk mund të shpjegohet pa kushtet materiale që e bën të mundur, pra të ishte ai që ishte. Shkollimi kërkon kohë, dia kërkon kohë, kurreshtja intelektuale kërkon kohë. Dhe koha fitohet vetëm kur nevojat më elementare të jetës janë të kaluar. Prandaj është e gabueshme të mendojmë se njerëzit dhe veprat e mëdha mund të ndodhin në kushte të rënda mbijetese. Përkundrazi, historia na mëson të kundërtën dhe Jetishi është brenda këtij rregulli, do thosha. Një barkë thotë rrallë herë prodha një mendje të lirë. Jetishvishi nuk ishte produkt i një familje të zhytur në mirim, përkundrazi familja kishte arritur të krijonte një bazë ekonomike të mjaftueshme për t'i mundësuar atij të investonte kohë dhe energji në dije.
Prandaj kushtet ekonomike nuk duhet parë si detaj dytësor, por si një faktor i rëndësishëm në formimin e tij. Për sa i përket botës dhe bashkë me të përvoja brenda botës. Kur flasim për marrëdhënien e jetësh vishit me botën, zakonisht pyesim sa e njohu ai botën. Por ndoshta pyetja më interesante është sa erdhi bota tek ai përpara se ai të dilte në kërkim të saj. Dhe këtu shfaqet figura Halimit. Halimi është udhëtari i familjes, është aventurieri i saj. Njeriu që kishte parë vende të largëta, kishte marrë pjesë në luftra dhe ishte kthyer në rrëfime për botën. Ai nuk kishte dije të strukturuar, por kishte përvojë. Nuk kishte shkollë, por kishte horizont. Ai ishte njeriu përmes të cilit bota hyri në familjen tonë. Ai ishte njeriu që ja kuptoi vlerën shkollës dhe dijes. Ai ishte njeriu që përkrau drejt për drejt jetishin në rrugën e tij të shkollimit dhe në themelimin e shkollës shqipe. Prandaj ndikimi i Halimit nuk duhet parë vetëm si ndikim personal mbi vllajën e vogël, por si një kanal përmes të cilit familja u lidh me një horizont më të gjerë qytetorës. Te shkolla dhe njoja, jetësh vishi nuk beti tek ëndrat. Ai e kuptoi se ëndrat kërkojnë veprim, ai e kuptoi se dija duhet të investohet, se njoja duhet të shpërndahet, se shkolla duhet të ndërtohet. Në një kohë kur libri shqip ishte i rrallë, kur njerëzit që dinin shkrim e lexim numëroheshin me gishtat të dorës dhe kur pjesa më e madhe e popullsisë luftonte për mbijetesë, ai kërkoi dijen me këmbgulje. Ai kërkoi edhe njerëzit. Kërkoi miqt, kërkoi shokët, pra i kërkoi dashamirët e dijes. Njerëzit me të cilët mund të bashkëndonte një vizion për të ardhmen. Prandaj për ta kuptuar plotësisht jetësh vishin, duhet të studiojmë jo vetëm dijen që ai fitoi, por edhe rrjetin njerëzor që ai ndërtoi rreth saj. Këtu e kam veçanërisht në mend ambasadorin shqiptar në Shkup, i cili ishte bërë miku i tij ngushtë dhe prej të cilit u ndikua shumë jetish. Edhe në këtë drejtim duhet vërtet që të ulëmtohet. Për përfundim, do doja ta përsëris edhe një herë nevojën që të largohemi nga evidenca dhe nga përshkrimi klasik i ngjarjeve. Për shumë kohë kemi treguar atë që dimë, tani ka ardhur koha të përpiqemi ta kuptojmë më mirë atë që dimë. Duhet të mos i shohim ngjarjet me syrin e atij që mendon se i di përgjigjen, por me syrin e atij që kërkon të kuptojë pyetjen. Jetësh vishi nuk është rastësi, por ai nuk është as evidencë. Pas figurës së tij fshihet një histori familjare komplekse, fshin rrëfime që kanë formuar karaktere, sakrifica që kanë ndërtuar bindje, përvoja që kanë zgjeruar horizontin dhe kushtet që kanë bërë të mundur lindjen e një personaliteti të tillë. Prandaj, mendoj se kemi ende shumë punë përpara, duhet të kuptojmë më mirë se cilat rrethonat e bën jetësh vishin ai që ishte, por aq duhet të kuptojmë edhe se cilat rrethona i krijoi më pastaj vetë jetësh vishi me veprimtarinë e tij. Sepse historia nuk është vetëm ajo që na formson neve, historia është edhe ajo që ne e formsojmë. Dhe pikërisht në këtë marrëdhënie mes njeriu dhe kohës së tij, mes rrethonave që krijojnë dhe veprave që ai krijon, qëndron madhështia e figurave si jetësh vishi. Qëllimi im sot, siç e kuptuat, ishte vetëm të hap një shtek të ri mbi këtë çështje, të tjerat u mbetën studimeve dhe konferencave të ardhshme, brenda të cilave e shoh edhe unë vetën time. Ju faleminderit gjithëve. Më falni, duhet të largohem si që u treguam. Po vazhdojmë me punëtuesin që ishte i pari realisht, me Sar Gjergji, shkollat e hershme shqipe në komunën e Vitis. Sar mësë ngut, jemi nga Valdal. Përshëndetje gjithëve, faleminderit që vetë dhe për gëzimin për organizimin. Në fakt, keni bërë mirë që më keni fut në këtë studim, në këtë konferencë, sepse kam parë që ka nevojë në të ardhmen, të ulëmtohet edhe më shumë dhe të bëhet një botim i veçantë rreth shkollave shqipe në komunën tonë, përvetësisht në Ana Moravë. Unë do provoj që shkurtimisht prek disa shkolla, pa parantezë që
kishin vepruar edhe shkolla serbe, në nxënës shqiptar ose shkollat osmane. Do thot problematika që shtjellot këtu është direkt shkollat tona, shkollat shqipe. Historia e shkollave të para shqipe në komunën e Vetinsë, përkatësisht në hapësirën e Ana Moravës, përbën një nga kapitujt më të rëndësishëm të zhvillimit kulturor, arsimor dhe kombëtar të kësaj treve. Ajo nuk lidhet vetëm me hapjen e objekteve shkollore, por edhe me përpjekjen e vazhdueshme të popullit tonë për të ruajtur gjuhën, identitetin dhe vedinë kombëtare në rrethana shpesh të vështira historike e politike. Nga kolegji i hershëm i Stubullës që lidhet me vitin 1584, e deri te shkollat shqipe të hapura gjatë luftës së dytë botërore në Vërban, Slatin, Pozheran e Gjetiu, arsimi shqip në këtë trevë zhvillua me ndërprerje, me sakrifica dhe me përkushtim të jashtëzakonshëm. Në këto shkolla nuk mësuan vetëm shkrimi e leximi, por u formuan breza që më vonë bën bartës të arsimit, kulturës dhe jetës shoqërore shqiptare. Ky studim ose kjo kontezë synon paraqes në mënyrë të përmbledhur fillimet e shkollave shqipe në fshatrat kryesore të komunës së Vetinsë, duke u ndalur veçanërisht te koha e hapjes së tyre, mësuesit e parë, numri i nxënësve, gjendja e objekteve shkollore dhe rëndësia që këto institucione patën për emancipimin arsimor e kombëtar të popullsisë tonë. Shkolla shqipe në Stubull. Fillimet e shkollës shqipe në Kosovë dhe në Shqipëri lidhen me vitin 1584, kur në Stubull hap kolegjin në të cilën sipas shumë studiuesve mësoi filozofia e studioshin klasikët. Kjo shkollë funksionoi me ndërprerje të erëpasëshme deri në prag të luftës së dytë botërore, respektivisht në vitin 1939 dhe gjatë viteve shkollore 1964-1966. Ndërprerjet e saj duhet të kuptohen në kontekstin e rrethonave të vështira historike, politike dhe shoqërore në për të cilat kaluan vendi dhe populli ynë. Sa i përket të objektit, kolegji ndodhej në hyrje të varrezave të Stubullës, ndërsa rrenojat e mureve të tij ekzistonin deri në vitin 1952. Nga viti 1896, mësimet filluan të mbashin objektin e shkollës që sot është Muzeu i Shkollës së Parë Shqipe në Kosovë. Ky muzeu ruan libra në gjuhën shqipe që datojnë nga viti 1664, se dhe libra të ndryshëm ndër të cilët abetare, libra të gjuhës shqipe, libra të matematikës e tjerë. Po ashtu, aty ruhen edhe një numër i madh i dokumenteve arkivore që dëshmojnë për shkollën, librat, nxënësit, mësuesit dhe veprimtarinë arsimore si dhe artefakte të ndryshme. Nga kjo shkollë dolën nxënës të shumtë të cilët më pas ushtruan profesionin e mësuesit në pjesë të ndryshme të hapësirës shqiptare, si Zeframi mësues në Shkup në dekadën e parë të shekullit 20, Dile Bekaj dhe Marie Demaj fillimisht mësuesi në Shkup, bashkohëse të Zeframajt, e më pas edhe në Kallmet ku dhe kanë varen, si dhe Angel Zefi mësues në Frizaj, Gjilan, Stubull e tjerë, i cili që ekzekutuar nga forcat serbe dhe varrosur bashkë me vllaun Nipin në varrezat masive në Gjilan. Shkolla shqipe në Vërban. Merita kryesore për hapjen e shkollës shqipe në Vërban i atribuohet mësuesit Jetish Vishi, i cili me 28 maj 1943 ju drejtua personalisht Ministrisë së Arsimit në Tiranë, duke kërkuar hapjen e shkollës shqipe në këtë fshat. Kjo na del nga Arkivet Qendror i Shqipërisë, fundi 295, viti 1944, dosja 72, fleta 28. Me 2 qershor 1943, Ministria e Arsimit e emëroi Jetish Vishin mësues për luftimin e analfabetizmit në fshatin Vërban. Kjo na del gjithashtu nga Arkivet Qendror Shqiptar, fundi 295, viti 1943, dosja 250, fleta 329. Shkresa numër 240, thyr për 10, dot 2 qershor 1943, e Ministrisë së Arsimit dërguar Inspektoratit të Arsimit në Prishtinë për emërimin e Jetish Vishit mësues në Vërban. Sipas vetë mësuesit, mësimi kishte filluar me 1 qershor 1943 dhe kishte përfshirë një numër të madh nxënësish, jo vetëm nga Vërbani, por edhe nga fshatrat përreth. Ndër nxënësit e kësaj shkolle përmenden Rahim Bislimi, Nazmije Vishi, Lushe Berisha, Hanmije Sokoli, Saide Sulejmani, Sadri Bislimi, Selim Musliu, Hatixhe Emërllahu, Azvije Fishi e të tjerë. Sipas një burimi, mësimet të vijolin 38 nxënës
Dhe kjo na del nga raporti mbi gjendjen e shkollave të prefekturës së Prishtinës, maj korrekt 1924, Arkivi Qendror Shqiptar, fundi 295, viti 1924, dosja 72, fletat 25-29. Ndërtesa shkollore ishte ajo e Mejtepit afër xhamisë së Vërbanit. Sipas studiuesit profesor Abdulaziz Veselit, ajo kishte vetëm një mësimtore, pra një klasë dhe një zyrë. A me të thekson se mësuesit të zhvishin e ndonë mësimtorën në 2 pjesë për ta mundësuar zhvillimin e mësimit në kushte më të përshtatshme. Shkolla kishte vazhduar punën deri në shtator të vitit 1944 për të rihapur pas luftës së dytë botërore. Fati i mësuesit jetis vishi ditë për mëtej, a i burgosët dhe burgun ja le trashëgim mandej një nga pasardhësve të tij, këto pranishëm Xhevatit, për të vazhduar pas burgut punën në Tetov në Maqedoni, që vitin e kaluar veç e kemi trajtuar këtë pjesë. Nëse vlen ajo maksima se pejma njihet nga fryti, atëherë kemi këtë vazhdimsi prej e tishit deri te joni sot. Jonin e njëni besoj. Jon Bislimin. Shkolla Shqipe në Slatin të epërme. Profesor Abdulaziz Veseli, duke shkruar për gjendjen e shkollave fillore në prefekturën e Gjilarit nga viti shkollor 1943-44, bazuar në dokumentet e Arkivit Qendror të Shqipërisë, thekson se shkolla fillore në Slatin të Vitinës kishte 2 mësimtore, por pas saktuar për cilën Slatin bëhet fjalë. Rëndit shkollore ishin të vjetra për të mjaftueshme. Mësimet të vjonin 38 nxënës. Mirë po njëjti autor në një rast tjetër, duke bazuar në raportin mbi këtë gjendjen e shkollave në qarkun e Prishtinës, fundi 295 viti 1944, dosja 72 fleta 28, shkruan se shkolla Shqipe në Slatin të epërme u hap në vitin shkollor 1943-44 me mësues Muhabi Nuhiu. Në fakt, Muhabiu ishte një bashkëpunëtor i jetishit, kishin bashkëpunuar jashtëzakonisht shumë ndërmjetëtor. Sipas këtij raporti, ai mbante mësim me klasën e parë dhe dytë fillore me mbi 69 nxënës. Objekti shkollor ishte me sistem të vjetër, por i përdorshëm dhe kishte 2 mësimtore të pajisura me rëndi shkollore, ndërkaq mjetet mësimore mungonin fatkeqësisht plotësisht. Shkolla Shqipe në Slatin të poshtme. U themelua, këtu bëhet një përjashtim i shkurtër, në vitin 1952 në tetor, me insistimin e Gjafer Hoxhës, vendi për shkollën fillimisht u dhënë nga Muhammed Hoxha, ndërsa mësues ishte dhe drejtori i parë Zenullah Hoxha. Gjenerata e parë e nxënësve i përket vitit shkollor 52-53 dhe sipas dokumenteve të publikuara nga Ismet Rashiti, përfshin 35 nxënës të evidentuar, krahas disa nxënësve të tjerë të panotuar. Objekti shkollor u ndërtua me kontributin e mjeshtërve Muharrem Medi Lubishtani dhe Isak Adem Frango, ndërsa banka e parë u punuan nga Sedi Frango. Shkolla Shqipe në Poxhoran. Sipas studiuesve, sidomos Abdulaziz Veseli, shkolla në Poxhoran kishte lokalin e mirë shkollor, me 2 mësimtore dhe mësimet i vjonin 25 nxënës. Shkolla në Poxhoran supozohet të jetë hapur në vitin 1909. Mirë po bazuar në mbishkrimin Osman në pllakun e mermerit mbi derën e hyrjes, nuk mund të vërtetohet nëse mësimi në këtë shkollë zhvilloi në gjuhën shqipe apo jo. Sidoqoftë, sipas studiuesit Veseli, gjatë periudhës 1910-1918, shkolla nuk punoi për shkak të luftrave ballkanike dhe luftës së parë botërore. Sipas njëjtit studiues, gjatë verës së vitit 1941 në Poxhoran funksionoi një kurs i gjuhës shqipe i drejtuar nga mësuesi Halit Isaja nga Dobërçani, njohur si Halit Efendia. Ndërkaq shkolla fillore në Poxhoran nisi punën për herë të parë në vitin shkollor 42-43 me mësues Shinasi Hallaçin. Shkolla kishte 68 nxënës. Vitin shkollor 43-44 mësues ishte Helmi Jupi nga Begraca, ndërsa shkolla kishte 2 klasa me 80 nxënës. Në një rast tjetër, njëjti studiues shkruan se shkolla në Poxhoran kishte 30 nxënës dhe se mungonin mjetet mësimore. Shkolla Shqipe pas luftës së dytë botërore. Pas luftës së dytë botërore, rrjeti i shkollave shqipe në Moravën e epërme u zgjerua gradualisht. Në vitin shkollor 46-47
U hapën shkolla Shqipe në Smir, Tërpez, Ramjan, Gjylekar, Sadovin të Çerkezëve, Beguncë dhe Sadovin të Jerlive. Në vitin shkollor 47-48 u hapën shkollat në Kabash, Lubisht, Radivojc, Podrik, Trstenik dhe Remnik. Në vitin shkollor 48-49 në Stuboll të Ulët, 49-50 në Stuboll të Epërme, Mjak dhe Debolte. Në vitin shkollor 50-51 në Mogiv dhe Shqipni, vitin shkollor 51-52 në Gushit, Zgorlov dhe Balans, ndërsa në vitin shkollor 52-53 në Slatin të Poshtme. Rëndësia shkollave të para Shqipe në komunën e Vitis. Shkollat e para Shqipe në komunën tonë kishin rëndësi të shumë fisht historike, arsimore, kulturore dhe kombëtare. Rëndësia tyre bëhet edhe më madhe kur kihet parasysh se pas luftrave ballkanike, krahas shkollave osmane, në shumicën e shkollave të kësaj treve mësimi zhvillohej në gjuhën serbe. Përjashtim të veçantë përbën të stulla, cila lidhet me një traditë shumë të hershme të shkollimit dhe të kulturës shqiptare. Në këto rrethona, hapja shkollave Shqipe në Vërban, në Slatin, Pozharan dhe më pas në fshatra të tjera të Moravës së Epërme, nuk ishte thjesht një zhvillim arsimor, por një ngjarje me rëndësi të madhe kombëtare. Ato shënuan kthimin e gjuhës Shqipe në bankat shkollore dhe krijuan mundësi që fëmijët tanë të mësonin në gjuhën anëtare. Këto shkolla shërbyen si mjete të rëndësishme për luftimin e analfabetizmit, për përhapjen e dijes dhe për ngritjen e vedijës kombëtare. Në një kohë kur mungonin kuadrot, objektet shkollore, rëndit dhe mjetet mësimore, puna mësuesve të parë mori karakter misionar. Mësuesit nuk ishin vetëm bartës të mësimit, po dhe përçues të gjuhës, kulturës dhe identitetit shqiptar. Rëndësia e këtyre shkollave qëndron edhe në faktin se ato krijuan brezat e parë të nxënësve të shkolluar në gjuhën shqipe në këtë pjesë të Ana Moravës. Për këtyre brezave, dolën me pas mësues, veprimtar, intelektual dhe njerëz të përkushtuar ndaj arsimit dhe zhvillimit shoqëror. Prandaj shkollat e para Shqipe në komunën e Vitis duhet parë jo vetëm si institucione arsimore, por edhe si qendra të qëndresës kulturore, gjuhësore dhe kombëtare. Krejt në fund, fillimet e shkollave Shqipe në komunën e Vitis dëshmojnë për një rrugtim të gjatë, të vështirë por shumë të rëndësishëm të arsimit shqip në Ana Moravë. Nga tradita e hershme arsimore e stublës të shkollat e opera gjatë luftës së dytë botërore në Vërban, Slatinë dhe Pozharan, e deri te zgjerimi i rrjetit shkollor pas vitit 45, shihet qartë përpjekja vazhdueshme për ta bërë shkollën shqipe pjesë të jetës së përditshme të popullsisë shqiptare. Këto shkolla ngritën në kushte të vështira, shpesh me mungesë objektesh, mjetesh dhe kuadrosh të mjaftueshme. Megjithatë, falë për kushtimet të mësuesve, prindërve dhe për veprimtarëve lokal, ato bën themel i rëndësishëm i arsimit shqip në këtë trevë. Prandaj historia atyre nuk është vetëm histori e shkollës, por edhe histori e përpjekjes për gjuhë, dije, identitet dhe përparim kombëtar. Të shtoj nëse më lejohet, ajo që nuk e kisha parapone kombëtesë, shkolla kishte 6 ari truball dhe natyrisht kultivohej bashkë me prindër e nxënës, do thot nuk lihej gjerë si thuhej. Kështu që ajo që tha më herët parafolsi, labi, ishte plotësisht me vend, jo të përflasim gjërat që ka ndodhur, po pse dhe cilat ishin shtysat. Prandaj thash qysh në fillim, më keni bërë një nder që më keni angazhuar, sepse do jetë një hap drejt një studimi më thellë në këtë drejtim. Ju faleminderit shumë e përgëzime për manifestimin. Faleminderit Sara është edhe profesor në Universitetin Katolizik, apo të është po i shohëm me grada me titull shkencor, se gjithë janë profesor universitarë, profesor të arsimit mesëm e tjera. Në vazhdim, Alban Sekoli ka përgatitur një fjalë të shkurtër për veteranën e arsimit Ismail Sekolin, por Albani ka shkuar në Zvicër. Fjalën e tij të plotësuar do ta lexoj drejtori i shkollës së mesme Ali Bislimi. Për në Ali. Faleminderit Xhevat, të nderuar të pranishëm. Sot kam kënaqësinë dhe nderin që para jush të prezantoj biografinë e mësuesit veteran Ismail Sokoli, i cili ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në edukimin
dhe formimin e shumë brezave. Edhe pse ai nuk është më fizikisht në mesin tonë, kujtimi dhe kontributi i tij vazhdojnë të jetojnë në kujtesën tonë të përbashkët. Ismail Sokoli ishte një ndër pishtarët e arsimit shqip në Moravën e Epërme dhe një personalitet i respektuar i jetës arsimore, kombëtare dhe shoqërore të kësaj treve. Ai lindi në vitin 1928 në fshatin Varban të Vitis, në një kohë të vështirë për popullin shqiptar, ku arsimi në gjuhën shqipe mohoi dhe shkollimi shqip ishte privilegj i rrallë. I takonte brezit të parë të nxënësve të shkollës së parë shqipe në Varban, e hapur me 1 qershor të vitit 1943 nga mësuesi dhe patrioti Jetësh Bislimi. Pikërisht në këtë vatër të parë të dijes shqipe në vendindjen e tij, Ismail Sokoli hodhi themelet e formimit të tij arsimor dhe kombëtar. Pas luftës së dytë botërore, në kuadër të një përpjekje për ngritje arsimore dhe luftimin e analfabetizmit, ai vazhdoi përgatitjen profesionale në disa institucione dhe kurse pedagogjike. Kreu kursin për përgatitjen e kuadrove për luftimin e analfabetizmit në Gjilan, kursin administrativ në Kaçanik, kursin pedagogjik në Prizren, si dhe shkollën normale në Gjilan, duke mos e ndërprer asnjëherë angazhimin e tij në procesin mësimor dhe edukativ. Karrierën e mësuesisë filloi në vitin 1949 në Kaçanik, për të vazhduar më pas në disa shkolla të Moravës së Epërme dhe Ana Moravës, në Sadovin të Erlive, në Goshic, Gërmov, Smir, Mjak dhe në fund në vendindjen e tij në Varban, ku shërbeu deri në pensionim. Gjatë 4 dekadave të punës së tij në arsim, edukoi dhe arsimoi rreth 40 breza nxënësish, duke lënë gjuhën të pashlyeshme në jetën e shumë familje shqiptare. Veprimtaria e tij nuk kufizoi vetëm në mësimin e rregullave shkollore. Ai kontribuoi në organizimin dhe mbajtjen e kurseve kundër analfabetizmit, veçanërisht për gratë dhe vajzat shqiptare, në një kohë kur emancipimi arsimor dhe shoqëror i femrës shqiptare përbënte një sfidë të madhe kombëtare kulturore. Në periudhën e regjimit jugosllav, mësuesit shqiptarë me vetdije kombëtare shpesh kishin objekt i ndjekjes, survejimit dhe presionit politik. Edhe emri i mësuesit Ismail Sokoli figuron në dokumentet e ish udhës, në listat e personave që konsideroheshin të papërshtatshëm për sistemin atëhershëm. Sipas shënimeve të kohës, ai cilësohej si fetar i paepur, një etiketim që shpesh përdoren nga pushteti serbo-jugosllav për të goditur personalitetet shqiptare me identitet të theksuar kombëtar. Në rastin e tij, edhe mbajtja e aplisit, simbol tradicional i shqiptarit, interpretohej me dyshim ideologjik dhe kombëtar nga pushteti i kohës. Jeta dhe veprimtaria e Ismail Sokolit përfaqëson në mënyrë domethënëse sakrificën e brezit të mësuesve shqiptarë, të cilët në kushte të rënda politike e shoqërore punuan me përkushtim për arsimimin, emancipimin dhe ngritjen e vetdijes kombëtare të popullit shqiptar. Megjithëse në moshë të shtyr, ai ruajti kthjellësinë mendore, dinjitetin dhe përkushtimin qytetar deri në fund të jetës. Edhe në vitet e vona, mbeti aktiv në shoqata të veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare të Kosovës, ku shërbeu si kryetari i degës në Viti dhe antar i kryesisë qendrore në Prishtinë. Figura e mësuesit veteran Ismail Sokoli mbetet një pjesë e çmuar e kujtesës historike dhe arsimore të Ana Moravës shqiptare, një shembull i rrallë i përkushtimit ndaj arsimit atë dheut dhe popullit të vet. Ju faleminderit. Për mësuesin Ismail, më lejoni që të recitohet një poezi nga Eda, poezien e ka shkruar Gjaved Sulejmani. Mësuesi Ismail Sokoli, për çdo ditë nga Vrbani në këmbë iste, mësuesi Ismail në fshatin Mjak, në maltësi për të hapur dituri, me vullnet atje shkonte, alfabetin shqip tua mësonte, mirë të shkruanin, të lexonin, botën drejt ta kuptonin, rrugës së drejt i edukonte, gjëra të bukura u mësonte, të kaluaran ta kujtonin, që të ardhmën ta ndërtonin. I gjithë Mjaku u gëzua, fëmijët në shkollë duke i qua, ti bashkohen botës mbar me shkëllim përparimtor.
Për mësuesin Smajl, veterani arsimit, shoqëria Lëvizja ka bërë një mirënjohje, të cilën do ta jap Ulësi Beqiri, kryetari i shoqërisë Lëvizja për Maqedoninë Shqiptare, nga Komandova Jure. Në vazhdim, me kumtes vjen profesor doktor gjithashtu, profesor universitar, Ilir Mehmeti Gjelina, se është me origjinë nga ky fshat dhe ka bërë një kumtes për mësuesin e tij dhe veprimtarinë e tij kryesisht politike e adhëtare. Përshëndetje, i prezentimi i Basit Gjevat, besoj ju shpalos personalitetin tim në rrjedhën e kësaj ngjarje. Unë duhet të ju përshëndes të gjithëve si pjesëmarrës të nderuar profesor, studios dashamir të historisë kombëtare, të nderuar kushërim të fshatit të Përban. Ftesën për pjesëmarrjen në këtë manifestim kulturor për shkollën e parë shqipe dhe kërkesën e organizatorëve të akademisë përkujtimore për të përgatitur një fjalim rasti e pranova me shumë entuziazëm, me shumë respekt dhe gjithsesi me një ndjesi për ulje ndaj veprimtarisë atletare, të cilët me përpjekje titanike arritën të kulmonin një sukses të një rëndësie historike të pamatshme. Hapja e shkollës së parë shqipe në Berban për ligji për të zatën herë vazhdimsinë e realizimit të platformës politike, arsimore e kulturore, të cilën e kishin koduar rilindasit që në fillim të shekullit XIX. Jo rastisht, rilindasit paralelës përzgjodhen kodet si që ishin Lartësia Pellasko Ilire, kryeherojnë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, flamurin dhe gjuhën shqipe. Këto përzgjedhje gjeniale atëherë sot shërbimin si fanar të përhershëm për sfiduar pushtuese e sundues të huaj që synojnë zhbërjen e indit kombëtar shqiptar. Padyshim, kjo qeve akoma mbeti forma më e tretë, forma dhe platforma më e tretë dhe më pragmatike për realizimin e aspiratave shekullore kombëtare shqiptare. Pra, thënë ndryshe, itinerari i kësaj marshute në vijim si i karakterizohet si binom i përhershëm, i pandashëm dhe i bashkëkreditur i veprimtarëve atletar në mbar gjeografinë etnike shqiptare. Lufta botnore e dyta me radhë krijoi rrethonën në cilat populli shqiptar, respektivisht trulli etnik shqiptar i pakompaktuar gjeografikisht në nëmbrellën e Shqipërisë londineze, u gjen para sfidave të reja me rreziqe permanente për të vendosur ndarje dhe rindarje të reja ndërmjet pushtuesve të rinj e të vjetër. Në kontekste të tilla, vigjilenca e atletarëve për të avancuar platformën rilindase ishte në petkën e saj. I mbruetur me ide patriotike si virtyt i përhershëm i gjenezës familjare dhe fisnore, në këtë periudhë në mënyrë aktive në lëvizjen kombëtare u shpërfaq dhe u përfshi patrioti i kësaj ane Jetish Bislim Vish. Duke qenë i shkolluar dhe gjithsesi i frymëzuar nga paravencit dhe bashkëmanikët e tij, ai kishte portretizuar veprimtarinë fillestare në hapjen e shkollës në gjuhën shqipe dhe pikërisht në vendimin e tij. Duke përballur me peripeci të mundimshme, Bacajetish së bashku me atletar të tjerë, si prijetar i adoli që më 1 qershor të vitit 1943 të hapte shkollën e parë shqipe në rajonin e Ana Moravës, natër diturie kjo në të cilën përveç tjerash, do thoshte ai,
do të ushqejë edhe kultivohej vetia kombëtare e popullit shqiptar. Hapja e shkollës ishte piknisja për përhapjen e ideve kombëtare në mbar rajonin Ana Moravës. Shumë shpejt kjo shkollë dhe vetë mësuesi i parë i saj u bën të instikti dhe mbulja e përhershme për Vrbanasit, por edhe për rajonin e Ana Moravës e Mëgjarë. Duke ndjekur kodin rilindas, Jetish Vishi veprimtarinë arsimore i bashkëtizoi edhe në veprimtari politike. Në mbarim të luftës botërore, ai si shumë patriot tjerë kishte nuhatur me kohë mashtrimin e madh Jugoslav për barazi e drejtësi. Portreti i rrejshëm Jugoslav duhej demaskuar dhe luftuar me çdo kusht e me çdo çmim. Kjo ndonse ishte edhe arsyeja kryesore për rreshtimin e shumë patriotëve në mesin e të cilëve edhe Jetish Vishit në Organizatën Nacional Demokratike Shqiptare, e cila ishte themeluar me platformë të qartë kombëtare për bashkimin e trojave etnike me shikrim konform një ligjësie të natyrshme e të domosdoshme. Në vazhdon e aktiviteteve politike, ai paralelisht ushtronte profesionin misionar të mësuesisë. Punon si mësues në fshatin Gjelin dhe në fshatat përreth qytetit të Shkupit, si antar kryesie e Komitetit për rrethin e Tetovës, pa hezitim kryen detyra nga më të ndërlikuarat që i besoheshin nga organet qendrore të Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare. Veprimtaria e tij paraqet në simbiozë brillante të aktiviteteve arsimore e politike, andaj është shumë e vështirë të peshohet se cili nga lloji i veprimtarisë së tij ishte më i rëndësishëm, ai politik apo ai arsimor. Kjo mënyrë veprimtarie e tij nga shumë studiues cilësohet si e jashtëzakonshme dhe si e tillë meriton hapësirë për zhbirime studimore të mëtejshme në ndriqimin më të plot e më të saktë në dimensione, konteksti dhe kohe. Ndërkaq, veprimtaria e tij ndonse cilësohet si ilegale, ajo ishte shumë e dukshme për masat e gjëra, por njëkohësisht edhe për pushtetin e atëhershëm jugoslav. Jetish Vishi që herët kishte shpërfillur ligjësitë lokaliste e krajinore, duke punuar e vepruar kurdo e kudo. Atje ku ujti thonin ujë e bukës bukë. Andaj, pa hezitimin e tij për veprimtari patriotike e arsyetonte me domosdoshmërinë e realizimit të aktiviteteve atje ku më shumë të ishte nevoja, dhe këtë e bënte jo rastësisht, siç ishte rasti në Tetovë, Zhelin, Shkup e Gjetiu. Dëshmi bindse se sa ishte aktiviteti i tij i rëndësishëm, ishte ndjekja permanente nga pushtuesit dhe pushteti i atëhershëm i cili shqiptoi dënim prej 7 vitësh burg. Duke qenë se ky manifestim i sotëm ka trajt solemne, akademike, jam pak i shtrënguar t'i përmbahem kornizave standardet të përcaktuar për këso lloj manifestimesh, të gjithsesi si i tillë nuk pretendon përshkrimi, nuk pretendon të shpërfaqë në tërësinë e saj veprimtarinë e Jetish Vishit në përmasat e duhura. Megjithatë, jam shumë i bindur se ky përshkrim është një përpjekje e vogël për të ndriçuar në mënyrë fragmentare disa copza të rëndësisë së veprimtarisë anëtare të Jetish Vishit. Organizimi i manifestimeve kujtuese e rikujtuese për veprimtar e ngjarje të karakterit politik e arsimor kombëtar, gjithsesi hyn në shërbim të gjeneratës bashkëkohore dhe brezave që vijnë. Ndërkaq në anën tjetër, ai gjithashtu është fill i shkëlqyeshëm për një nxitje të studiuesve në ndriçimin sa më të plot dhe pasurimin e historiografisë shqiptare. Kësaj doradorës këto ngjarje dhe figura patriotike si rasti i atentarit të Jetish Vishi, gjithsesi duhet të gjejnë vendin në libra shkollor apo në formatet e emërtimeve në lokalitete ku veproi apo të ndonjë institucioni arsimor, rrugë e kështu me radhë, që do t'i shërbente brezave qoftë si mburje për bashkëvendasin, qoftë për modelin dhe praktikimin real e konkret të atentarizmës në situata dhe kohë të reja. Përmbushja e kësaj aspirate domosdoshmërisht duhet të mbetet detyrim i padiskutueshëm për gjithë ne që jemi sot këtu, po edhe të tjerë që na dëgjojnë,
që mund të kontribuojmë në realizimin e saj. Krejt në fund, jam i obliguar me shprehje një falënderim pa fund për respektin dhe mundësinë që të paraqitem në këtë manifestim në cilësinë e një përshkruesi dhe gjithsesi në cilësinë e pasardhësit, ashtu siç më prezantoi Baça Xheraf, si bashkëvendas i Varbanës. Faleminderit. Faleminderit Ilir. Para se t'ja kaloj fjalën shefikut, më lejoni të përshëndes ky plakun e lagjës se ndoshta të katun e gjah jetin. Bacën Het që ishte edhe nxënës i parë i shkollës shqipe edhe i mësuesit e tij. Të nderuar të pranishëm në këtë akademi kulturore e nderimi për hapjen e shkollës së parë shqipe në Vërban dhe Anamora. Jam i nderuar që më besua ta them fjalën time para jush në përkujtim të një ngjarje jo pak madhore për historinë tonë përgjithësi dhe për arsimin veçanti. Jeta historike e kombit tonë fatkeqësisht pati shumë pengesa e vështirësi që për shumë popull tjerë në botë ndoshta kanë qenë pa të i kalueshme e që si rrjedhoi ka sjellë zhdukjen e tyre nga faqja e historisë. Ne mbijetuam jo pse dikush dashti që ne të mbijetojmë, përkundrazi, por mbijetuam sepse nga gjiri i popullit tonë kur nuk munguan idealistët që punuan, sakrifikuan dhe që dhanë shumë për të mbijetuar si popull e kombë për të ardhur deri këtu ku jemi pas të kurjeve të mëdha gjeografike e demografike. Një figurë në varganin e figurave të ndritshme të popullit tonë, pa më dyshje është Jetish Bislimi, Vishi, i cili më 1 qershor të vitit 1943 hapi shkollën me mësim në gjuhën shqipe për Vërbanasit, gjem e vajza. Jetish Vishi me veprimet e tij në këtë drejtim, duke hapur vatra diturie jo vetëm këtu në Vërban, nuk bëri as më shumë e as më pak se sa atë që bën burrat e kombit gjatë rilindjes sonë kombëtare, duke qenë fare të vetëdijshëm se arsimimi një populli në gjuhën e vet anëtare është jo vetëm e drejtë universale, por mbi të gjitha është domosdo edhe për ruajtjen e qenies së vet kombëtare. Privilegjin për që u drejtuar juve me këto fjalë për rëndësinë e arsimit më dha Gjevat Bislimi. Privilegjin që më dha Gjevati nuk di sa arrita ta shndroj në përgjithësi. Pse duhet thuhet përgjithësi? Është përgjithësi sepse kur flitet për figura dhe ngjarje me rëndësi siç po themi sot për Jetish Vishin dhe shkollën e tij, ndodhemi para dilemës. Jo do e mos të themi fjalë të mëdha, por të themi fjalët e duhura. Për gjithçka dhe gjithku, më së lehti është të thuhen fjalë të mëdha apo të kundërtat e tyre, por e rëndësishme është të thuhen vetëm fjalët e duhura. Filozofi i madh Leibnizi ka thënë se ai që u mëson zënësve të tij ABC-n kryen një vepër më të madhe se komandanti që bën një betejë. Kurse unë sot marr guximin të them këtu se ai që ka hapur një shkollë ka fituar luftën. Jetish Vishi ishte në mesin e atyre që padyshim e kanë fituar luftën. Të nderuar të pranishëm, arsimi duke qenë nga shtyllat më jetike të zhvillimit dhe emancipimit të popujve, ka pasur të kaluarën, ecjen dhe historinë e vet atyre popujve që u ka takuar
siç pati të njëjtin fat edhe arsimi I shqiptarëve. Një rilindje vërtet kombëtare që lindi në gjysmën e dytë të shekullit 19, kur krahas përpjekjeve të shtuara për liri kombëtare u përcoll edhe me përpjekje mund të madhe për arsimimin gjuhën e vet. Në kushtet e robrisë, patriotë shumë të shqiptarë në mungesë të lirisë filluan ilegalisht të mësonin fëmijëve në përkisha xhami alfabetin e kohës, u mësonin pjesë të historisë, sidomos u mësonin mësime nga historia e qendresës gjatë mesjetës në kohën e Skënderbeut. Deri te legalizimi I shkollës së parë shqipe në Korçë, pati përpjekje të vazhdueshme të rilindasve. Kjo përcjellej edhe me nisjen e botimeve të para të veprave në fushë të letërsisë dhe botimit të gazetave e revistave. Rilindja kombëtare shqiptare e ngriti arsimin në një nga shtyllat themelore të projektit kombëtar. Rilindasit e kuptuan se një kombë mund të mbijetoj edhe pa pasuri materiale, por vështirë mund të mbijetoj pa gjuhën, kujtesën dhe shkollën e vetë. Prandaj, lufta për alfabetin, librin dhe shkollën shqipe u bë pjesë e vetë luftës për identitet dhe liri. Pas pavarësisë së Shqipërisë, më 1912, në pjesët që mbeten jashtësoj, arsimin shqip e ndishte pa I fat sikur në perandorinë osmane, e në shumë segmente edhe më keq. Shqiptarët që mbeten në Serbi e më vonë në Jugosllavinë e mbretërisë serbo-kroato-slovene trajtoheshin të merrësisht të rënd nga regjimet e Serbisë e të Jugosllavisë. Të shqiptarët e ish Jugosllavisë, nëse duhet thënë se pati një periudhë paksa më liberale në shkollimin shqip, është periudha pas luftës dytë botërore, e veçmas pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 1974. Nga kjo periudhë, deri afër viteve të 90-ta, ishte një farë arsimimi masiv, por jo I lirë në masën sa për ta kuptuar të vërtetën e gjendjes dhe trajtimit të shqiptarëve. Hapja e shumë shkollave të mesme dhe e Universitetit të Prishtinës ishte një hap relativisht cilësor e sacior në shkollimin e gjeneratave të reja. Shumë nxënës e student kryen shkolla, për çka mund thuhet se ishte një dritë në fund të tunelit, por me demonstratat e studentëve fillimisht e më pas edhe të punëtorëve shqiptarë për të drejta më të mëdha kombëtare më 1981, regjimi Jugosllav dhe ai I Serbisë e goditën zhvillimin e shqiptarëve I cili sapo pati nisur, e veçmas goditjen më të madhe e psoi arsimi. Shqiptarët nuk kërkuan diçka të pamundshme dhe të padrejtë. Jo. Ata kërkuan atë që në një federat, si që ishte Jugoslavia, do të duhet të ishte më së normale. Kërkuan barazi kombëtare me popujt e tjerë të federatës, sepse ishin populli I tretë me madhësi demografike aty shteti. Mirë po, çka ndodhi me kërkesat e tyre në mënyrë shumë paqësore dhe demokratike? Kundër tyre filloi diferencimi I paparë, ideopolitik, I nxitur dhe I ideuar nga kreu federativ dhe I Serbisë dhe I zbatuar nga organet e Kosovës, ku çdo gjë shqiptare e vuri në dyshim, kurse shënjestra kryesore ishte arsimi, kultura dhe ekonomia. Vitet 80 të shekullit 20 ishin vitet burgosjeve, torturave, diferencimeve e linçimeve për shqiptarët, kurse vitet e 90-ta u shndruan në segregacion të hapur kundër shqiptarëve në përjashtimin dhe diskriminimin e tyre
nga jeta publike e institucionale, me shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Serbia e shpërfaqi botërisht hegemoninë e saj kundrejt popullve dhe njësive të ish Federatës Jugosllave. Regjimi ushtarako-policor i Serbisë për shqiptarët dhunshëm i mbylli shkollat publike. Prandaj, nxënësit dhe studentët shqiptarë u detyruan që sistemin arsimor ta bartin nga objektet publike në shtëpi private. Kjo formë e rezistencës kundër pushtetit okupues klasik ishte më shumë një simbolik për treguar se shqiptarët e Kosovës pas shumë vitësh në regjimin serb e kishin ndarë mendjen se robëria më në fund me patjetër duhej shndruar në liri. Si Hariçi fitores tashmë kish nisur të ndjehej me aksionet e para ilegale që kryenin pjesëtarët e njësive vullnetare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në vendet ndryshme kundër policisë në ushtrisë serbe. Kulminacionin kjo rezistencë e arriti nga viti 1997 deri në qershor të vitit 1999, kur ushtria serbe, si humse e luftës kundrejt UÇK-s dhe NATO-s, u detyrua të tërhiqej nga Kosova. Lufta për çlirim në vitet 97-99 shënoi një ndër periudhat më të dhimbshme të historisë së Kosovës. Pas vitit 1999, në Kosovën e lirë, në administrimin ndërkombëtar dhe më pas në institucionet vendore, nisi një fazë e re e organizimit të arsimit. U zhvilluan reforma, trajnime, seminare, plane e programe të reja. Megjithatë, pritjet e qytetarëve shpesh ishin më të mëdha se rezultatet e arritura. Arsimi pas luftës u përball me sfidat shumëta, cilësinë e mësimdhënies, reformimin e kurrikulave, politizimin institucional, mos përputhjen mes arsimit dhe tregut të punës, si dhe nevojën për zhvillim më të madh të kulturës kërkimore e shkencore. Edhe Vitia si komunë, edhe Vrbani si pjesë e kësaj dhe e Kosovës, përgjithsisht kaluan e po kalojnë në për të njëjtat kushte, suksese e mandësi eventuale. Me drejt, të gjithë ne pritnim një arsim shumë më cilësor dhe shumë më përmbajtësor pas çlirimit vendit. Fillimisht, kur Kosova administrohej nga misioni UNMIK-ut, kur diçka mund mos na pëlqente në përfshirjen e përmbajtjeve kombëtare në bërthamat mësimore, intimisht mendonim se kjo mund të ishte vetëm një fazë kalimtare. Jeta pas vitit 1999 në Kosovë ndryshoi shumë, prandaj është e natyrshme të mos plotësoheshin pritjet tona, sepse tani sistemi shoqëror në kushte lirie, sado që solli risi e zhvillime, nuk mundi të shpëtojë ndikimeve politike e shoqërore. Përkundër organizimit shumë trajnimeve, seminareve të shumta, cilësia në arsim lë shumë për dëshiruar. Sidomos kjo është një sfidë me organizim e përkushtim më të madh të shoqërisë mund shpresohet për një ngritje të nivelit cilësisë. Një brengë e madhe me cilën duhet të merret seriozisht shteti ynë është plaga e largimit të madh qytetarëve nga vendi. Si pasojë e kësaj plage tonë historike, shkollat tona po mbesin të zbrazta. Në shumë shkolla nuk dëgjohen më zërat e shpresës për këtë vend. Përkundër këtyre mangësive e defekteve të kohës, duhet na mbaj shpresa se shpirti liridash e atdhetashës, i dalëzotësve të lirisë sonë dhe iluministëve si jetë zhvishin e të kaluarën, do të rilindin sa herë ka nevojë vendi për vizionin e tyre. Të nderuar pranësh,
Hapja e shkollave ka qenë dhe mbetet ndër aktet më të rëndësishme të qytetërimit njerëzor, sepse aty fillon formësimi i individit dhe i vetë shoqërisë. Shkolla nuk është vetëm vend ku mësohen shkrimi dhe leximi. Ajo është hapësirë ku kultivohet mendimi kritik, ndërgjegjja qytetare, kultura dhe afërsia e njeriut për ta kuptuar veten dhe botën përreth. Një popull mund të ketë pasuri natyrore, por pa arsim të zhvilluar, vështirë se mund ndërtoj lirit qëndrueshme, zhvillim ekonomik dhe identitet fort kulturor. Prandaj, hapja e çdo shkolle përfaqëson hapjen e një horizonti të ri për brezat. Filozofi gjerman Immanuel Kanti kishte vlerësuar se njeriu bëhet njeri vetëm nëpërmjet edukimit. Në këtë kuptim, shkollat nuk prodhojnë vetëm profesionistë, ato formojnë njerëz, karaktere dhe qytetari. Për popujt që kanë kaluar periudha mohimi, robërie apo diskriminimi, shkolla në gjuhën anëtare ka pasur edhe një domethënie më të thellë. Ajo ka qenë fortesë e kujtesës e identitetit dhe e shpresës për të ardhmen. Shkolla të cilën e hapi Jeti Zhvishi dhe së cilës i dha jetë, po kryen misionin e saj human, duke arsimuar breza që gjithmonë do t'i shërbejnë atë dhëut. Drejt past në jetëve, shpirti dhe ideali atë dhe dashës Jeti Zhvishit. Drejt shpresë, lirie i kanë dhënë atë dhëut dhe kombit secili atë dhe dashës që ka bërë sado pak për lirinë, kulturën, gjuhën, mendsin dhe identitetin tonë. Çdo pikë gjaku e gjerse dhënë për këtë vend është themel i lirisë tonë. Ju faleminderit. 3 folës ose kumtues, prandaj propozoj që t'i dëgjojmë një 2-3 këngë pak se jemi lull. Mos po na knosin këta artistët pak me një 2 këngë aty. Hajde, urdhon. Manasiri, Apollo Zapati, Putri Harua.
Shqipëri. Sot i e ka dole motrave drejtia, jetë determinat mo ajo Shqipëria. Sot i e ka dole motrave drejtia, jetë determinat ajo Shqipëria. Jem ka zemra Shqipnis no njerve zelirie. Një mashtute me shumë trima, qeqen ka pashtriko. Jem ta ilin ka trotojan dor automatikon. Jem ta ilin ka trotojan dor automatikon. Amar lozën mesin e tuj, e qojnë i njerë. Smute taj para mushkone, ama hodin der. Tune pasën porane pusha e krejtun të shkon. Dume doa nuk restohen, e ju gratë ka. Sinoni tashta e do sola, s'muteri bashku preshin, atje e kom qakon, hente shokve ampanet, nuk ja ka mor hakon. Kalar shko se pesh përzi, ty zonin e ta njeva, kar pas ton ta her sinoni, tashta e pesheva. Shqiptare me kërshon do shkoj, divet more me stradikës me pret mu manova. Kam pason ta el sinoni tashta el betova. Kam pason ta el sinoni tashta el betova. Rruga joj kalis me sheku, nuk jo mosën danje, nëse donit me kujtoni, amanetin bani. Unë jam vesh një shtirin tar, shumë deshti si shnia. Kam pason ta el sinoni, tashta el shqipnia. Kam pason ta el sinoni, ta el shqipnia.
Një falenderim I veçantë për artistët që na kënaqën në këngët që këndua. Në vazhdim, fjallën e ka Ismet Januzi Krosi, I cili do të përshëndes këtë Akademi Kulturore, vjen nga Tetova, hullumtus, studius, profesor, autor I shumë librave. Faleminderit Ismet. Në radhë parë, pranoni përshëndetje nga familjarët ku ka qëndruar I madhi Jetish Veshi nga Zhilina, nga familja Matrancës. Ndonë se nuk është here parë që vim në Bërvjan, për kësaj here tërkohën sikur në vend përshëndetjes, nga se në zakoni kemi shëndes atë për shëndes këtë, unë bja trasha. Sigur në provokoj Alipash Tepelena dhe Jetish Veshi. Zanë si Jetish Veshi. Me qëllimi të tërhoj që aty paralele të Alipash Tepelenës, ideator për themelim për nxitje shtetit shqiptar, nga aspekti historik plas, dhe të Jetish Veshit. Ne jemi një popull që vërtet u çlirova, por ende jemi në proces për të bashkuar. Besoj se më shumë nuk ja vlen të flasim kundrejt veprës së të madhit Jetish Veshit. Ju falenderit juve për aktivitetet të kësaj natyre. Kjo është një porosi jetike për institucionet e shtetit të Republikës së Kosovës, nga se ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut jemi më të plogësht të kjo pres një ditë më parë të dalë historia, përkatësisht historiografia e arsimit nga Zanafilla, sa është obligim. Unë kam studiuar në Prishtinë dhe ndjej obligim dhe Kosovës të asjellin gjithë ata atë që bëri Shqipëria në vitet e komunizmit për universitetin, bëhet ju për ne. Ndërsa, paska edhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, në formë shumë kolegjiale, si sugjerim, presim të ardhmen e afërt
të jetësohen këto personalitete, por të jenë edhe pjesë e sistemit të arsimit të din generatat. Ju falenderit edhe njëherë nga Tetova. Faleminderit, Prof. Ismet. Në vazhdim vjen Hajrosh Kurteshi me një jetëshkrim për një emër, për një figurë që për dekada ka qenë në një mënyrë i harruar, sepse ishte luftëtar lirie, ishte i dënuar politik, është arrestuar dhe është dënuar në vitin 1948 me 3 vite burg, dhe kjo është Shaban Adem Kurteshi, të cilin sot duam ta kujtojmë dhe ta nderojmë si një luftëtar lirie, që ishte pas mësuesit jetish, personi i dytë në Dukën Mërban që ka qenë i dënuar politik. Fjala për ju, Hajrosh. Faleminderit. Të nderuar mysafirë, të dashur bashkëvendës dhe pjesëmarrës të kësaj akademie kulturore. Ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj në këtë akademi kulturore kushtuar shkollës së parë shqipe në Vërban me mësuesin Jetish Bislimi Vishi. Sot për ulemi në nderim e respekt para veprës së mësuesit Jetish Bislimi dhe të gjithë mësuesve adëtar të cilët në kohë të vështira mbajtën gjallë gjuhën shqipe, arsimin kombëtar dhe vetdijen për liri. Ata ishin jo vetëm mësues, por edhe mbrojtës të identitetit kombëtar, të lidhur ngushtë në lëvizjet shqiptare që vepronin në përkushtim dhe sakrificë deri në flijim për çlirimin e trojeve shqiptare. Në këtë akademi kam përgatitur një përshkrim të shkurtur për adëtarin e njohur të Vërbanit Shaban Adem Kurteshi. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shaban Adem Kurteshi së bashku me bashkëluftëtarët e tij, Abdul Durën, Riza Gogën, Din Hoxhën dhe shumë veprimtarë të tjerë, u ndoq vazhdimisht nga UDB-ja Jugoslave. Rreth 3 vjet, nga viti 1945 deri në 1948, Shabani qëndroi në malet përreth Vërbanit, duke i shmangur ndjekjeve të pushtetit. Dhe më në fund, në maj të vitit 1948 ai u arrestua. Sipas aktgjykimit të gjykatës së qarkut në Gjilan, Shaban Adem Kurteshi, nga Vërbani i lindur në vitin 1885, nga babai Adem dhe nëna Zarife, i martuar dhe baba i 3 fëmijëve, u dënua me 3 vjet burg të rëndë. Në aktgjykim thuhet se në vitin 1946 deri në arrestimin e tij kishte qenë vazhdimisht i lidhur dhe kishte bashkëvepruar me grupet armatosura të Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare, të cilat kundërshtonin ripushtimin e trojeve shqiptare nga Jugoslavia. Veçanërisht gjatë vjeshtës së vitit 1946, ai ishte takuar me Abdul Durën, Riza Gogën, Din Hoxhën, në vendin e quajtur Tri Mahallat, ndërmjet fshatrave Vërban dhe Stagov. Ndihma dhe përkraja e tij nuk munguan as gjatë vitit 1947, ku në shtëpinë e vet strehoi dhe furnizoi me ushqim adëtar të tjerë si Hajris Kajolli, Demir Mjauku dhe të tjerë. Ai inziste të qëndronin sa më gjatë në mal dhe të mos dorëzoheshin, sepse, siç shprehej vetë, këtij pushteti shpesh do të vijë fundi. Për pushtetin e kohës, kjo ishte provë e mjaftueshme për ta shpallur armik.
Në atë gjykim thuajse, i akuzuari ishte kundërshtari vendosur i regjimit dhe se punonte për realizimin e aspiratës shekullore të shqiptarëve, bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Trupi gjykues i gjykatës së Qarkut në Gjilan, i përbërë nga kryetari Božidar Veselinović dhe poratët Mehmet Gjela dhe Saqip Neziri, e shpallin fajtor dhe e dënohen me 3 vjet burg të rëndë. Gjatë vojtjes së dënimit, ai u mbajt në burgjet e Ferizajit, Gjilanit, Nishit dhe në fund në burgun famkeq të Mitrovicës së Srenit. Pjesën e fundit të dënimit e kaloi në një dhomë me bashkëvuajtësin Hajrez Shabe Kajolli. Gjatë kohës së burgut, për të i dërguar ushqim dhe gjëra të nevojshme, kujdes të veçantë tregoi familja e Halim Vishit, duke dëshmuar solidaritetin dhe fisnikërinë shqiptare edhe në kohë më të vështira. Edhe pas daljes nga burgu, Shaban Adem Kurteshi mbeti nën mbikëqyrjen dhe përkrahjen e pushtetit jugo-komunist. Ai konsideroi nacionalist, irredentist dhe armik i shtetit. Për këtë arsye, për dekada të tëra, nuk u kujtua e nuk u nderua nga institucionet e kohës, por u la në thjeshtje dhe harres. Megjithatë, historia asnjëherë nuk harron. Sot kujtojmë Shaban Adem Kurteshin dhe shumë bashkëveprimtar të tij. Ne nderojmë një brez burrash që sakrifikuan lirinë, familjen dhe jetën e tyre për idealin kombëtar. Ata mbetën besnik të çështjes shqiptare, edhe në kohë më të vështira, duke lënë pas një shembull të rrallë qëndrese, digniteti dhe ardhëdashurie. Të nderuar të pranishëm, nuk është rastësi që sot në përkujtim të shkollës së parë shqipe në Vërban, kujtojmë dhe figura si Shaban Adem Kurteshin. Sepse nuk është rastësi që djali i tij Hetemi ishte një nga nxënësit e parë të mësuesit jetish. Mësuesit dhe atetarët e asaj kohe ishin pjesë e së njëjtës përpjekje kombëtare. Njëri mbante gjallë pushkën e qëndresës, tjetri librin e dijes, por të dy i shërbenin të njëjtit ideal, lirisë, dignitetit dhe ardhëdashurisë për popullin shqiptar. Nëse shkolla shqipe mbjetoi dhe u zhvillua në këtë anë, kjo ndodhi sepse pasaj qëndronin burra e gra që nuk u përkullën para dhunës, burgjeve dhe persekutimeve, ndërta ishte edhe Shaban Adem Kurteshi, i cili, edhe pse i përpjekur, i përndjekur, i burgosur dhe i lënë në harres nga pushteti i kohës, nuk hoqi dorë kur nga bindjet e idealit i tij për bashkim kombëtar. Sot, pas kaq shumë dekadash, ne kemi detyrim moral e kombëtar të i kujtojmë këta njerëz me respekt e mirënjohje. Ata nuk kërkuan lavdi për vete, kërkuan një të ardhme më të mirë për brezat që do të vinin pas tyre. Pikërisht për këtë arsye, emrat dhe veprat e tyre meritojnë të ruhen në kujtesën tonë kolektive dhe të u përcjellin brezave të rinj si shembull i dashurisë për Adleun. Le të jetë kjo akademi jo vetëm një kujtim i së kaluarës, por edhe një zotim se do ta ruajmë me përkushtimin, trashëgiminë e arsimit shqip, të lirisë dhe të sakrificës kombëtare. Nderim për mësuesit adhetar, nderim për Shaban Adem Kurteshin dhe bashkëveprimtarët e tij. Lavdi të gjithë atyre që sakrifikuan për gjuhën, arsimin, lirinë dhe dignitetin kombëtar. Faleminderit. Faleminderit Hajrush.
Në vazhdim, shoqëria Lëvizja ka përgatitur një mirënjohje për Shaban Adem Kurteshin, të cilën e ftoi djalin e tij, që ishte edhe nxënës i parë i mësuesit jetish, Miqën Het, që ta pranoj mirënjohjen. Kurse mirënjohjen do ta dorëzojnë Berati edhe Bejta, dy nga themeluesit e shoqërisë Lëvizja, dy veteranë të lëvizjes kombëtare shqiptare. Hajde Berati. Nga radhitja, po jo edhe për nga rëndësia, shumë i respektuari profesori Gjavit Sulejmani, një herë veteran i luftës shqiptare. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit e mirëseardhje për mysafirët, veçanërisht këto nga Maqedonia e Veriut ose do të thënë Ilirida, që në kam nderuar me prezencën e tyre në këtë akademi kulturore për hapjen e shkollës së parë shqipe dhe mësuesin e parë Jetish Vishi Beslimi në Varban. Sot me krenari festojmë dhe përkujtojmë një ditë të rëndësishme për shkollën shqipe, për fshatin Varban, për komunën e Vetis dhe për Kosovën, sepse me 1 qershor 1943 në fshatin Varban u hap shkolla e parë shqipe. Shkolla është institucion arsimor i projektuar për mësimin e nxënësve në drejtimin e mësimdhënësve. Arsimi si proces merret me zhvillimin e edukatës, të arsimimit dhe të mendimit pedagogjik. Në trojet shqiptare, prania e institucioneve arsimore dëshmohet që në periudhën antike deri në kohën e principatave shqiptare në mesjet. Në kohën e pushtimit osman, mësimi i gjuhës shqipe bëjë fshehur orazi dhe kishte karakter fetar. Zhvillohej në shkolla fetare që u lejuan të vazhdonin veprimtarinë e tyre. Angazhimi dhe përkushtimi i rinjtazëve për gjuhën shqipe u bë realitet me 7 mars të vitit 1887, ku u hap shkolla e parë shqipe ose mësontorja e parë shqipe në Korçë, e cila me të drejtë konsiderohet si shkolla e parë kombëtare laike shqipe. Më pastaj në Prizren u ngritën shkolla shqipe e djemve 1889 dhe shkolla shqipe e vashave 1892. Me mbajtjen e kongresit të alfabetit të gjuhës shqipe më 1908, në manastir u morën vendime të rëndësishme edhe për zhvillimin e arsimit në Shqipëri dhe në mbar trojet shqiptare. Pra në vitet 1908-1909 u hapën 15 shkolla shqipe. Me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë me 1912, u krijuan kushte për ngritjen e sistemit arsimor shtetëror në mbar Shqipërinë dhe së shpejti u formua edhe Ministria e Arsimit në krye me Lojzh Gorakuqin. Gjuha shqipe u bë gjuhë zyrtare, u ngrit rrjeti shkollor në tërë vendin, u shtypën tekste shkollore dhe u përgatitën mësimdhënës. Gjatë luftës së parë botërore u krijua drejtoria e përgjithshme e arsimit me qendër në Shkodër, me 3 drejtori vartëse: Shkodër, Tiranë e Berat. Veprimtaria arsimore u shtri edhe në Kosovë dhe në trojet tjera shqiptare në Maktëzi, në Preshevë dhe në Maqedoni. Gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, arsimi në gjuhën shqipe u shtri mbi baza kombëtare edhe në Kosovë dhe vise tjera shqiptare. Kjo ishte një periudhë ku u hap edhe shkolla e parë shqipe në Varban, pra pikërisht me 1 qershor 1943 me mësuesin e parë Jetish Vishi Beslimi. Hapja e kësaj shkolle u shoqërua me një manifestim popullor ku morën pjesë i gjithë fshati Varban dhe fshatrat përreth,
Sudovina, Goshica, Begroca, Slatina e tjera. Në ceremoninë e hapjes së shkollës së parë shqipe, u mbajtën fjalime me frymë advetare dhe u hodhën parollat Rrof Liria, Rrof Gjua Shqipe, Rrof Shqipëria e tjera. Ngritja e shkollave dhe mësimi i gjuhës shqipe u shndrua në një lëvizje të gjerë patriotike. Shkollat i ndeshin jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit për të cilët u krijuan posaçërisht kushte të mbrëmjes, ku mësonin shkrim, lexim dhe këndim. Pra, 1 qershori 1943 është ditë historike për fshatin Vërban dhe për banorët e tij, ku themelues dhe mësues i parë i kësaj shkolle ishte biri i Vërbanit, i Vitis dhe i krejtë Shqipërisë, Jetish Vishi Bislimi. Jetishi shkollën fillore e kishte kryer në gjuhën sërbe në fshatin Gërmov. Pos kësaj me që nuk ishte shkollë tjetër, Jetishi shkollimin e tij e vazhdoi në medresën e Shkupit, e cila ishte shkollë fetare. Në atë kohë në Shkup ishte edhe konsulata shqiptare me konsul Hamit Kokollarin, i cili ishte edhe autor i librit Kosova Djep i shqiptarizmit. Jetishi i jetur për të mësuar shkrim lexim në gjuhën shqipe, për të mësuar historinë shqiptare, për të njoftuar për zhvillimet politike të asaj kohe në troje shqiptare e më gjerë, kishte shkuar në konsulatën e shtetit shqiptar që ishte në Shkup për të marrë libra e gazeta në gjuhën shqipe. Aty pra u takua me konsulatin Hamit Kokollarin, me të cilin u njeh dhe u bë mik. Prej tij kishte marrë libra dhe gazeta për të mësuar gjuhën shqipe, për të përgatitur për zhvillimin e arsimit edhe në këtë anë, si dhe për informim të zhvillimeve të ngjarjeve të ndryshme në atë kohë. Me përkrahjen e Hamitit dhe me librat e gazetat që merrte prej tij, Jetishi i ri kishte mësuar të shkruante dhe të lexonte rrjedhshëm dhe bukur në gjuhën e tij shqipe. Por njerët u frymëzua për atë dashuri dhe u brymos me virtytin e patriotit. Ne i themi Bacajetesh, dhe kur Bacajetesh kthehej në Vërban prej Shkupit, kryesisht për pushime, ai kishte vënë vetes detyrë që t'u mësonte bashkëfshatarëve dhe bashkëmoshatarëve të tij shkronjat shqipe. Mësuesi Jetesh për mësimin e shkronjave shqipe, atyre që donin të mësonin, i përdorte disa mënyra dhe metoda të mësuarit, duke i shkruar, duke u gdhëndër në shkop, duke i bërë me pipa të njën pemësh dhe duke i thurur me fije bari. Nga dëshira e zjarrt për hapjen e një shkolle në vendimin e tij, Jetishi shkoi në Ministrinë e Arsimit në Tiranë dhe bëri një kërkesë me shkrim për hapjen e një shkolle në gjuhën shqipe në Vërban. Kur sekretari i Ministrisë së Arsimit në Tiranë e kishte lexuar kërkesën e Jetishit, ishte bindur se para tij kishte një personalitet me formim intelektual dhe kombëtar. Prandaj kishte premtuar me njëherë se do ta dërgonte vendimin ose dekretin e emërimit mësues shkolle në Vërban. Një javë pasi ishte kthyer nga Tirana në Prishtinë, i kishte ardhur vendimi i emërimit për mësues. Me marrjen e vendimit për emërim mësues në Vërban, Jetishi pa marrë parasysh rrezikun nga pushtuesit bullgar, kishte nisur përgatitjet për hapjen e shkollës në Vërban. Me përkrahjen e gjithë fshatit, farefisit dhe vëllezërve të tij, kishte përgatitur klasat, bankat dhe gjitha kushtet për nisjen e mësimit me 1 qershor 1943. Kjo ditë ishte festë dhe gëzim i madh që kishin përjetuar vërbanasit, të cilët ishin të etur për të mësuar shkrim lexim në gjuhën shqipe dhe për të nxënë dituri. Me autoritetin, besimin dhe respektin që gëzonte mësuesi i ri, me dëshirën dhe vullnetin e vërbanasve për shkollim, për të nisur mësimin në gjuhën shqipe ishin regjistruar 80 nxënës në shkollë, 40 vajza e 40 djemj. Kjo datë mbetet një nga datat më të rëndësishme për Vërbanin, për komunën e Vitis dhe së mos për shkollën shqipe. Jetish Vishi Bislimi kishte hapur edhe disa shkolla shqipe në disa fshatra të Shkupit, të Tetovës e Kumanovës, ku në këtë shkolla kishte punuar edhe si mësues. Krahas veprimtarisë patriotike për hapjen e shkollave shqipe, Jetishi ishte angazhuar edhe në veprimtarinë politike shqiptare dhe për këtë qëllim ishte organizuar në Lëvizjen Nacional Demokratike Shqiptare. Andaj sot ne përkujtojmë dhe manifestojmë me krenari këtë datë, 1 qershor si datë e rëndësishme për shkollën shqipe, për Vërbanën dhe komunën e Vitis. Përkujtojmë me krenari veprën humane dhe patriotike të mësuesit Jetish. Lavdim mësuesit Jetish dhe të gjithë mësuesve dhe patriotëve shqiptar që nuk kursyen mundin dhe djersën e tyre që edhe shqiptarët të çlirohen,
të arsimojnë dhe të zhvillojnë e që të bashkullën botës përparentare. Faleminderit. Këtë Akademi Kulturore e përmbyllim me një këngë për mësuesin e tij që autori i tekstit është gjithashtu Gjaviti. Që keni bërë kumtesat shkruara, më dërgoni një mail në adresë gjërbislimi@gmail.com. Edhe kokteli është shtruar poshtë për mysafirët dhe të ftuarit edhe këta bashkë.